Ndëgjo, shumë pak janë, vetëm ata që kanë... Po, që morën vota, për kujna i morën vota lista sërbë? Që po të regoj pëse. I morën për shqiptarëve, për kujna? Pa jo, bre, se a përfolim realitetin, a është që kjo që ndikimi shumë i madhë përmes listës sërbska i Beogradit ka ardhur deri në atë mos sa që janë kërcënu njerëzit me vendet punës, janë kërcënu me mirëqenie sociale. Po vota është në sheft, vota është në sheft. Jo, zgudzojnë heq, jo, ajo është e organizume 100%. Jo, bre, po së lejë. 100% është e organizume edhe e financume direkt pi Beogradit deri në një moment caktuar të ardhshëm kur s'kan me mujt me bua. Unë muj me ta bos shefim, na thon mirë ekip, po se ki mirë por, keq e ki. Pse? Keq e ki edhe je keq informum, edhe unë po më janë keq që je ndikum çast shumë prej propagandës. Jo, bre, unë kam punu 13 vjet aty momentare, di sakt që shon situata. Ti je i bindën që kjo është realiteti që është e vërtetë që lista sërbska është duke u ndikuar 100% prej Beogradit. Çështja e sigurisë nuk po mundet lista sërbska me ndikuar, sepse institucionet e Kosovës e kanë marrë sigurinë dorë. Se lejon listën serbe këta pra me marr pjesë në zgjedhje. Unë thash këta janë të fokusuar një herë për me kriju siguri, për me i hek kriminalat të cilët kanë punuar që sa vjet, që 25 vjet serbe dirigjuar pe Beogradit e kanë qujt terroriste që e kam shtet Banjskën e krejt ato. Vetëndose çto i ka pas akuza për ta. Se lejon me marr pjesë në zgjedhje. Sepse është të punu që me ardhë mundësia që qytetarët me qenë edhe tek vota të lirë. Për ndryshe, në aspektin e sigurisë, qytetarët e Veriut jam i bindën që marrin frim malësh. Pushtetën e balista sërbën Veri ti po thosh të punu. Me qytetarët sërbë të Veriut të cilët tashmë kanë edhe uniformën e policisë Kosovës. Po thosh që ata kanë me votu shqiptarët nesër. Ti jesh i bindën që veç po të thënë, një diçka, që ti, unë e di që ti e dim.